Përshëndetje, sot do të përgatisim tavë kosi me mish pule. Si fillim kemi përbërësit. Kos, 4 kokra vezë, 2 luk nisështe dhe 2 luk miell misri, gjithashtu dhe 1 filxhan kafe oriz. Si fillim do nisim me prerjen e pulës në nishanet. Ja pra dhe pula mbaroi. Në këtë mënyrë, copozat e pulës, si që kemi ndarë, do t'i japim një të lartë të shpejt dhe do t'i vëjmë në tenxhere me presion që të zgjenjë. Pasi kemi larë pulën, do t'a vëjmë të këtë tenxhere presionit bashkë me vaj ulliri. Pak vaj ulliri. Copozat e pulës. Do t'i shtojmë edhe orizin dhe pastaj ujin sipër për të zgjerë. Të zgjenjë së bashku derisa të zbutet orizi. Shtojmë edhe ujin. Dhe i vëjmë kapakun. Shtojmë edhe pak krip. Dhe tani i vëjmë kapakun për t'i vënë të zgjenjë. Ndërkohë që pula zgjen, ne do të përgatisim pjesën me kos. Vezët, nisështen, miellin e misrit dhe kosin, pra do t'i rajmë së bashku në një tas të vogël dhe do t'i bëjmë gati për t'i hedhur pastaj në lëngun e pulës. Shtojmë këtu edhe miellin e misrit. Dhe tash do t'i shtojmë kosin. Ne kemi kos shtëpie, afër 2 litra kos. Sepse kosi është përbërësi kryesor i kësaj tave. Përzijmë të gjitha së bashku dhe i lejmë kështu derisa të na zdihet pula. Pasi të zgjej pula, do ta shtojmë lëngun e pulës këtu. Pasi pula është zgjerë, kemi lëmë pak që të ftohtë dhe tani do ta vendosim në tepsinë tonë, pastaj do ta përziejmë lëngun me kosin. I kemi shtruar thelat e pulës në tepsi dhe tani do t'i hedhim lëngun, ta përziejmë bashkë me kosin, ta shtrojmë sërish mbi thelat e pulës. Nëse dëshironi mund t'i jepni një val, pra ose një pjekje të lehtë mishit kështu siç është dhe pastaj ta përzieni kosin dhe ta hidhni mbi mishin. Por pula nuk ka nevojë sepse është e zgjerë. Tani do të hedhim përzierjen e kosit mbi tepsi. Pasi ta fusim për të pjekur, do ta nxjerrim edhe një herë nga furra, do ta përziejmë sërish përzierjen me kos, në mënyrë që të mpikset e gjithë masa njësoj. Do ta përziejmë lehtë me lugë dhe do ta fusim sërish duke kthyer edhe thelat nga ana tjetër. Përzihet në këtë mënyrë e gjithë pjesa me oriz dhe orizin ka zona që nuk e përdorin fare, por ne e kemi përdorur për arsye shije dhe për t'i dhënë më shumë ngjyrë tavës. Sepse kur i hidhet pak oriz, në rastin ton 1 filxhan kafeje, pra tava e kosit mund të bëhet në këtë mënyrë dhe me mishin e pulës. Nëse nuk e preferoni me mish shinqi, mund ta bëni dhe me mish pule. Ja, në këtë mënyrë do ta përziejmë dhe pasi të ketë marrë faqe herën e parë, sa të fillojë të mpikset, ne do ta heqim nga furra dhe do ta përziejmë kështu lehtë, sepse ajo do të trashë dhe do të kompaktësohet, do të bëhet më trash.
Pra tavën sipër do ta spërkasim pak edhe me gjalp të skuqur dhe do ta fusim ta pjekim. Ja dhe tava kostit me mish pule është gati.